Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E falenderojmë Allahun azza wa jall, salavat dhe selamat i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Njeriu gjatë jetës përballet me sprova të ndryshme, me padrejtësi, me zullume të ndryshme. Nganjëherë përballet edhe me zili të njerëzve. Dhe si pasojë këtyre zilive, masonej edhe ndodhin këto padrejtësi. Po, në qoftë se e respekton një ajet kuranor që e ka përmendur Allah azza wa jall në Kur'an, atëherë fundi i tij, përfundimi i tij do të jetë i mirë. Do të thonë ato padrejtësi të cilat ju kanë bëu, në qoftë se bën sabër, është takva, e ka frikë Allah azza wa jall, përfundimi i tij është i mirë. Dhe ajo që do ta trajtojmë është një parim kuranor që e ka kuptimin e këtij ajeti kuranor. Do të thonë është komentim këtij ajeti kuranor dhe reflektimi i kuptimit të këtij në jetën e përditshme tonë. Është ajeti kuranor që është përmendur në surën Yusuf. Do të thonë Yusufi alayhis salam e ka përmend këtë rregull, po është rregull që vlen për të gjithë ne. Dhe ajo që e ka thonë pejgamberët e mëhershëm, janë edhe që vlen për të mëvonshmit, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas model Yusufin alayhis salam, sidomos duke pas parasysh që kjo sure e Yusuf ka zbrit në një periudhë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në Mekë, ka qenë i persekutuar, ka qenë në një periudhë kogja të vështirë të davetit. Askush nuk ka paramenduar ndoshta që ose vështirë me mendje njerëzore që daveti ka me triumfu në një periudhë të caktuar, se ka qenë shumë e vështirë. Ka pas persekutime të mëdha, rrahje, tortura të ndryshme. Për këtë arsye Allah azza wa jall kur e ka zbrit surën Yusuf dhe ka tregu këtë tregim, i cili është tregim kompakt. Do të thonë që sura është kompakte që është përmend tregimi i Yusufit alayhis salam komplet. Për dallim prej sureve të tjera ku i përmendur tregime të ndryshme të pejgamberëve. Do të thonë Musa alayhis salam është përmendur tregimi i tij në sura të ndryshme. Ashtu edhe tregimi i Ademit alayhis salam, tregimi i Ibrahimit alayhis salam, pejgamber të ndryshëm. Pra surja Yusuf është sure kompakte, edhe është sure që ka të bëjë me jetën e muslimanit, në jetën e tij të përditshme. Pse? Për arsye se në surën Yusuf na e dim mirë se Yusufi alayhis salam atina është bë padrejtësia, zullum i madh. Në fillim nga vëllezërit e tij, pastaj nga aja Imratul Aziz, aja gruaja e ministri, gruaja e shturur, e cila ka kërkuar me bë amoralitet me Yusufin alayhis salam. Pastaj si rrjedhoi edhe u shtfut në burg Yusufi alayhis salam. Mirë po, këtu nuk kemi mucize. Nuk kemi mucize sikurse tek Musa alayhis salam që ka hudh shkopin, ose tek pejgamberët e tjerë që janë përmend mucizet e ndryshme. Këto, domethënë kronologjia e ngjarjeve ka qenë e zakonshme. Pra, kur hudh në pus, në bunar, Yusufi alayhis salam nuk ka ndonjë melajke nga në lart për me nxjerr pe bunarit. S'ka pas ndonjë mucize. Ka në bunar, pastaj është nxjerr. Dhe pastaj kur është fut në burg, Allah azza wa jalla nuk e ka dërguar ndonjë melajke për me shemb ato muret e burgut, edhe me bëni një mucize për Yusufin alayhis salam. Përkundrazi, ka nejt فلبث في السجن بضع سنين. Yusufi alayhis salam ka nejt në burg disa vite, thotë që 9 vite ka nejt Yusufi alayhis salam. Që dëmë të thotë se kjo kronologjia e ngjarjeve, edhe ky tregim i Yusufit alayhis salam është tregimi i çdo muslimani i cili ka sprova të ndryshme në jetën e tij, mirë po si model edhe për pejgamberin alayhis salam, por edhe për muslimanin përgjithësi, është meditimi i kësaj sure. Allah azza wa jall nuk është ndal domethënë ka përmendur shumë detaje, ka përmendur vetëm ato detaje që na mundemi të nxjerrim mësim edhe për neve më na dhon udhëzim edhe mësime në jetën tonë, me praktiku ato në jetën tonë. Është ajeti kuranor innehu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ai i cili është takva, ai i cili ka frikën Allah azza wa jall, edhe ai i cili bën sabër, Allah azza wa jall nuk ja humb shpërblimin bamirësve. Kjo është ajeti kuranor, është në të njëjtin kohë edhe është edhe parim kuranor që
i vyn muslimanit në jetën e tij të përditshme, më përballë me sprovat e ndryshme që godasin nga padrejtësitë e ndryshme, nga zilitë e ndryshme, po edhe nga sprovat që ka kundit Jusufin alayhis salam nga aspekti moral, për shembull, dihet, domethënë që ajo gruaja e cila ka josh Jusufin alayhis salam, mirë po prapë Jusufi alayhis salam, innehu men yattaqi wa yasbir. Domethënë ai është që ka bërë sabër e ka pas frikë Allahun azza wa jall. Pra është një rregull kuranore që Jusufi alayhis salam e ka përmend, mirë pa ka përmend në kontekstin kur vëllezërit e tij i ka pat godit thatësia dhe patën ardhur ai për me marr në atë kohën kur ka kone kriza financiare, kriza ekonomike që kon thatësi e madhe dhe kanë ardhur vëllezërit e Jusufit alayhis salam, ju pa ndalat vllain e tij Bunjaminin dhe në fund kanë thonë kena ardhur me një mall të pakt, ti na mush masën tonë sepse kemi atë babën e tij. Domethënë ai ka dashur me ndal atë Bunjaminin, në vërtet dhe fundi i ngjarjes është që domethënë kanë dashur ata domethënë ka ardhur për me kërku drithra tek Jusufi alayhis salam dhe pastaj përfundimi është që Jusufi alayhis salam, pasi që ata nuk e kanë njoft Jusufin alayhis salam, edhe i kanë thonë Jusufi alayhis salam, a ju kujtohet se çka keni vepruar me Jusufin edhe vllain e tina? Në fund i ka thonë innehu men yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Thotë dini se ai i cili është takva, ai i cili i frikëzohet Allahut azza wa jall edhe bën sabër, përfundimi i tij është, domethënë është i mirë dhe Allah azza wa jall nuk ja humb mundin e tij. Pra ky ajet kuranor ka të bëjë me këtë dhe këtu janë përmend dy çështje që janë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe në shumë ajete janë çështje që janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Takvaja dhe sabri. Çka ka kuptimin takvaja? Ka shumë definicione të takvas. Disa prej aty në definicione është që takvaja është me vepru urdhnat e me largu nga ndalesat, me braktis ndalesat, gjinohat. Kjo është një kuptim i takvas. Mirë po këtu, që ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija, pasi që më përmend bashkë takvaja dhe sabri, ka thonë se me fjalën takva këtu është për qëllim me fjalën takva veprimi i urdhëresave. Ndërsa me fjalën sabër nga ndalesat. Sabër nga ndalesat. Domethënë veprimi i urdhëresave është për qëllim me fjalën takva dhe me fjalën sabër është për qëllim largimi e braktisja e ndalesave, braktisja e gjinoheve. Dhe Allah azza wa jalla ka bëu bashk edhe shpesh i ka përmend takvan edhe ka përmend pra sabrin në ajete të ndryshme. Për shembull pe këtyn ajeteve që Allah azza wa jalla la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Allah azza wa jalla thot keni mos provu në mallin, në pasuritë e juve edhe në vetveten e juve dhe keni më ndëgju prej atyre të cilët ju është dhënë libri. Pe ehli kitabit keni më ndëgju edhe pe atyre mushrikëve kemi më ndëgju, domethënë shumë fyrje, shumë ofendime pe tyne. Mirë po thot, nëse jeni takva, nëse keni frikë Allahun azza wa jall. Edhe wa tasbiru edhe nëse bëni sabër, thot Allah azza wa jall, fa inna dhalika min azmi al-umur, kjo është prej çështjeve të vendosmërisë. Në një ajet tjetër thot Allah azza wa jall, bela in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al-malaikati musawwimin. Në luftën e Bedrit, Allah azza wa jall çka ka thonë besimtarëve thot, nëse duroni edhe keni takva Allah azza wa jall, nëse ruheni, nëse keni takva, nëse keni frikë Allahun azza wa jall, atëherë ata ju vijnë me njëherë në sulm, mirë po Zoti Allah azza wa jall do t'ju ndihmoj me 5000 melajke, Është edhe ajeti tjetër kuranor ku është përmendur takvaja, dhe sabri. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Nëse ju vjen ndonjë e mirë, nëse ju prek ndonjë e mirë, nëse goditni nga një e mirë, nëse Allah azza wa jall i jap ndonjë begati, ata mërziten, domethënë edhe munafikat edhe idhujtarët mërziten. E nëse i goden ndonjë e keqe, gëzohen
që ju ka godit ndonjë e keqe. Mirë po thot, në qovë se ju duroni, edhe në qovë se keni takva Allahun azza wa jall, në qovë se keni frikë Allahun azza wa jall, atëherë dredhit e tyne, mashtrimet, komplotet, kurthat e tyne nuk kanë mundësi me u bë dëm as pak. Domethënë nuk kanë mundësi me u bë dëm as pak. Pra takvaja dhe sabri është përmendur edhe në ajetet e tjera kuranore bashkë në një vend ku Allah azza wa jall i urdhëron besimtarit me kon edhe takva, me pas frikën Allahut azza wa jall, po me kon sabërli. Se njeri në këtë botë ka nevojë me kon sabërli për fatkeqësitë që i ndodhin. Sikur se Jusufit alayhis salam. Jusufi alayhis salam gjithmonë është cilësuar edhe me këtë që është ka ardhur në ajet kuranor që ka ardhur innehu men yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ai u kon pe bamirësave. Bamirësia, ihsani është kolla më lart e udhërimit. Është cilësu Jusufi alayhis salam në raste të ndryshme që ka qenë muhsin. Domethënë në qoftë se jeni takva, në qoftë se keni frikë Allahun azza wa jall, në qoftë se jeni të devotshëm, dhe në qoftë se keni sabër, atëherë që kjo është një pjesë e ihsanit. Edhe Jusufi alayhis salam këtu është cilësuar si muhsin, mirë po është cilësuar në vendin tjetër kur ka burg. Në bi ta'widihi inna naraka min al-muhsinin. Domethënë në momentet më të vështira kur Jusufi alayhis salam u him burg, edhe falabitha fi sijni bid'a sinin, ka nejt në burg 9 vite. 9 vite, domethënë jo një 9 net, mirë po 9 vite me radhë, mirë po prap morali tina nuk ka ndryshuar, koni njëjti, si në fatkeqësi, si në begati. Si këtu në begati, se këtu që përmend kur kanë ardhur ata vllaznit e tina, kur kanë ardhur edhe kanë kërkuar nga ai si ministër, që kanë ministri i financave, kanë kërkuar nga ai drithna me dhon se familja e tyre edhe baba e tyre kanë pas nevojë, se kanë thatësi e madhe. Mirë po, çka kanë thënë? Domethënë Jusufi alayhis salam domethënë inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allah azza wa jall nuk e humb mundin e kujna atyre që janë ihsan, muhsin, domethënë bamirsa. Në këtë moment të begatisë u kon bamirs, po edhe në kohën kur ka qenë burg u kon bamirs. Ata dy persona që kanë qenë me Jusufin alayhis salam, që kanë pa njëri prej tyre ka pa një ëndër, tjetri ka pa një ëndër, ka thënë tregon në komentimin e ëndrës sepse po të shohëm bamirs. Domethënë morali i Jusufit alayhis salam u kon i njëjtë. Edhe në fatkeqësi edhe kur ka qenë në begati. Për dallim për njerëzve të ndryshëm, që moralin ndoshta e kanë të mirë kur janë në begati, kur kanë punë të mirë, kur janë të martuar, e kanë gjendjen financiare të mirë, nuk kanë probleme, e çojnë mirë me familjen e tyre. Mirë po kur goditen nga fatkeqësitë e ndryshme, i gjon ata në depresion, i gjon ata të brengosur. Edhe ti nëse thu, basabër vor, basabër edhe ki frikë Allahun azza wa jall. Mos hin në haram, se ti tash domethënë ndoshta detyrohesh ndodësa në mirë, po mos hin aty me marr kamate se me bebu dallavera se me hin bigjaze diçka për me kthy disa borxhe që ki. Jo, thotë se ti nuk e ki atë nuk ka godit ty aja që kam ka godit mu. Domethënë se edhe tash vjen ai personi i tillë në një depresion të tillë. Domethënë Jusufi alayhis salam e koni njëjtë. Dikush mund të më thonë po ky u kon pejgamber. Po pse kanë ka cek Allah azza wa jall tregimin e këtyre pejgamberëve. E ka përmend në Kur'an që pejgamberi alayhis salam vetëm e marr model, po edhe muslimanët me marr model. Me marr model se domethënë kur godet fatkeqësia do të më bëj sabër. Do të më bëj sabër. Baba ki për zonat njeriu pe i venit të vet, sabër do të më bëj. Siç është për zonë Jusufi alayhis salam pe i venit të tij, është larguar, është dëbu pe i venit të tij. Sepse vëllezërit e tij kanë buat farkurthin e komplotin që kanë humbur bunar dhe ka marrë të tërkosh. Domethënë ai në aspektin e jashtëm kushte e vështron atë gjendjen e Jusufit alayhis salam, mund të më thonë domethënë sprov pas prove, mirë po thotë që ky njeri shkatërrohet. Domethënë sprov një herë me vëllezërit, me masanej, domethënë me atë far gruan e ministrit, ka thirrë me bu zina, masanej, domethënë sprova të ndryshme. Dhe vite me radhë, vite me radhë, domethënë se dikush thotë po ne jam që fali namaz, jam që agjeroj, jam njeri mirë, pse po godasi mu sprovat? Po edhe Jusufin alayhis salam e kanë godit sprovat. Edhe kanë gjatë kogja shumë.
Përmend veç qëndrimi tina burg është 9 vite, limo ajo periudha e tina kur ka qenë i vogël edhe kur rrit pak më shumë edhe që ka bëu ajo gruaja e ministrit atë fat dredhinë e sajna, që është e njoftën. Domethënë derisa ka ardhur në momentin kur u bë si domethënë ministri i financave, ka një periudhë gjatë. Sprovat janë ato që godasin njeriu edhe që e kalitin. Që Allah azza wa jall kur të godet besimtarin nuk don që me shkatëru, mirë po me testu, me forcu, edhe në fund ka ardhur surës Yusuf, inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Allah azza wa jall është i butë, është latif. Çka do të thonë fjala latif ose emri Allahut azza wa jall el-latif? El-latif është që nëpërmjet gjërave të mshefta Allah azza wa jall e përgatit terrenin për diçka. Që njeriu me këshir në aspektin e jashtëm nuk i duket që është mirë gjendja, po Allah azza wa jall nëpërmjet gjërave të mshefta, nëpërmjet metodave, domethënë gjërave të mshefta, bën që përfundimi i personit të tillë me kon i mirë. Për këtë arsye njeriu në këtë jetë mund të mos provu me sprova të ndryshme, edhe pse është njerëz për njerëz më të mirë, më ju bë zullum atina, bova kia dhe më fut në burg për shkak të domethënë padrejtësisë që ka shkaktuar atina, e me pa pas zeli për njerëzve të ndryshëm, që ka pas Yusufi alayhis salam. Mirë pa Allah azza wa jall dëshiron që këta me testu me ngrit edhe me formu këtë individ, domethënë këtë person edhe në fund për nëpërmjet kësaj që quhet el-latif, domethënë latif që përmendëm nëpërmjet gjërave të mshefta të padukshme që njeriu nuk i paramendon ato, nuk i shkojnë në mendje atina ato gjëra, don me përgatit që përfundimi me kon i mirë. Innahu huwal alimul hakim, thot Yusufi alayhis salam, Allah azza wa jalla është el-alim, është i gjithdijshëm për çdo gjë dhe është el-hakim i urtë, i cili i ka vendos gjërat në vendin e vet. Po më rëndësia është që domethënë për këtina ajeti koranor çdo dyja nëse njeriu i ka parasysh besimtari. Domethënë sabrin sidomos gjatë zbritjes së fatkeqësisë, qoftë nga njerëzit, qoftë kur të des dikush ose diçka tjetër, nëse është sabërli, po në anën tjetër është edhe pe atyne që e ka frikë Allahun azza wa jall, sidomos kur përballet me harame të ndryshme, sikurse Yusufi alayhis salam që e ka pas frikën Allahun azza wa jall, për këtë arsye ata dietar kur flasin thonë sabri i tij përballë me atë gruan e ministrit u kon më i rënd se sa sabri i tij përballë komplotit që e kanë thur vëllezërit e tij. Se ajo që e kanë thur vëllezërit e tij, ajo është që secilit mund të më ndodh. Edhe ka qenë në pajtim me kaderin Allahut azza wa jall. Mirë, po ajo çështja kur u përballë me atë gruan edhe ka thirrë në realitet, ajo është më e vështirë. Është për arsye se njeriu në momentet e tilla është, domethënë, koliri i të zgjedhjes. Mirë, po imani i fortë është ai i cili e bën ato që me përballë edhe me qëndru stoik edhe me kon i prerë me thonë jes po du me hin haram. Sa dhe Yusufi alayhis salam kish mujt me thonë, po hajt me shty. Mirë, po ka përgjigjë burgun. Pra Allah azza wa jall nuk ja hub të mirat edhe nuk ja hub mundin atij i cili e ka frikë Allahun azza wa jall, edhe i cili bën sabër në Allahun azza wa jall, sado që njeriu mundet mi duk në jetën e kësaj bote që mundi tina nuk përvlerësohet, nuk po shpërblehet, po le ta din se Allah azza wa jall e vlerëson atë mund, është problem për atë mund, edhe vjen një moment i caktuar që ka më shpërfaq edhe ka më shfaq tek tjerët, domethënë gjendja e tij, që ai ka më dalë në fund fitimtar. Mirë, po nuk është çështja vetëm te sabri për shembull se me mësu në aspektin teorik. Shumë prej neve e din sa lloje do sabri, e din ndoshta edhe për kufizimin e sabrit, i kanë dëgjuar shumë derse. Mirë, po problemi qëndron vetëm në, domethënë, kur vjen çështja praktike, kur ndodh prova, qoftë domethënë me haramin, përballë me haramin, apo edhe fatkeqësitë. Kur ndodh që ajo sprovë, çaty apo qëndron apo jo. A joshesh apo nuk joshesh? A gjon një fetva që ta lejon apo nuk gjon një fetva që ta lejon? A mundohesh me gjetë me vetë dikon që vallahi se të ka kanë parët, maj me këtu edhe tash po më hub kjo shans, kam edhe do borxhe, jam hi në borxhet më dhaja, jam hi
ka marru ndoshta shtëpinë ose dikush ndoshta i dështon biznesi, mirë po jo ka afru një haram, me hin kamat ose me hin diçka një farë dallavere me bo, atje me një farë mashtrimi me dikan, atëherë në qëtë rast, apo bën sabër aja, apo ka frikë Allahun Azza wa Jall, apo nuk ka frikë Allahun Azza wa Jall. Kjo mbetet tek secili prej njerëzve. A thot, domethënë kur vjen tek dikush prej grave ka aty baki joshet prej sajna, a është që e franon vetveten e tina apo nuk e franon vetveten e tina. Kjo mbetet domethënë çështja e imanit të njerit. Sa më i fortë të jetë imani, atëherë bën sabër edhe e kalon këtë sprovë. Yusuf alayhis salam që ka thënë ma'adallah, me herë si ka ftu ajo, ka thënë ma'adallah, kërkoj mbrojtjen Allahut Azza wa Jall. Edhe Allah Azza wa Jall e ka ruajt nga kjo sprovë. Mirë po njerëzit e tjerë thash janë të cilët ndoshta bin për arsye se imani i tyre është i dopt, edhe e ndoshta i ka mësuar ose kanë dëgjuar ndoshta me derse të ndryshme rreth sprovës, do të thonë çish me qendruar me sprova, po kur vjen puna që të dështon, se është joshja e madhe. Pra, në një fjalë, ky ajet kuranor është një parim që ka përmend dietarët që njeriu do të me e praktiku në jetën e tij, me meditu fillimisht, me pas parasysh këto dyja, edhe në qoftë se ka parasysh këto dyja, do të arrijë derejën e ihsanit, domethënë kategorinë e ihsanit, dhe në të cilën pra Yusufi alayhis salam është cilësuar në raste të ndryshme, në rastet edhe kur ka pas kur i ka ndodhur fatkeqësia, në rastin edhe kur ka qenë begatia, edhe është interesant në rastin kur kon ministër i financave dhe kur kanë ardhur vëllezërit e tij bashkë me babën e tij, nuk ka thonë unë jam ai që kam bukta, unë jam që kam pruva atje, unë jam që krejt këtu e ka atribuar Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall. Në fund të surës do të thonë përmendet. Jo rasti i Yusufit alayhis salam se i ka thonë babës edhe vëllezërit që ata mos mundi keq, që ka thonë kjo është Allahu Azza wa Jall, wa ja'a bikum min al-badwi. Allahu Azza wa Jall që ka sjell prej shkretëtirës. Allahu Azza wa Jall është që ka sjell prej shkretëtirës, jo që unë ju kon sebeb, unë kom bot mira, unë kështu. Mirë ka thonë Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall që mos mundi ata keq, po në anën tjetër, do të thonë ja atribu ato të mirat Allahu Azza wa Jall. Edhe besimtari është ja atribon të mirat Allahu Azza wa Jall sidomos në rahati. Pra shkurtimisht kjo është ajo, domethënë që ka në kuptuar për këtina ajetit kuranore, se është një parim kuranor, lutem Allahun Azza wa Jall që me i praktiku këto që përmbajnë ajetet kuranore dhe me zbatuar ato në jetën e përditshme. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.